Albanian Oda Podcast me Gjemi Agaj. Sonte me ne janë dy persona, dy gra shumë special që na kanë nga Shqipëria. Është poetja madhe Rita Petro, së bashku me vajzën, ose si thënë në Kosovë, me qikën e vetë, Sofjana Filipi. Rita Sofjana, mirë se erdhët në Albanian Oda Podcast. Mirë se gjetëm, është një kënaqësi e veçantë tu me simboleve kombëtare, s'ka gjë më të bukur. Ne jemi me vërtet gratë në Odën. Faleminderit shumë faleminderit. Duhet t'i tregojmë publikut, ardhja juaj është me ftesë nga ACDA, që është Albania Canadian Development Alternative, që ka organizuar festivalin e librit shqiptar. Është hera e dytë që bëhet në Toronto dhe është marrë një në Montreal, organizuar nga grupi ose bordi më mirë me thonë i ACDA-s, me Rudin Daklin, Elden, Gens Tiranën, e shumë Marelba, Elda, një grup i mirë i shqiptarëve që organizoi këto, edhe ne sot ishim aty, ishim edhe dje, ditë e shtunë edhe djel, më të musht zemra kështu plot me dashni, me libra, me dije, me shkronja, me gjitha, edhe më besoj që keni kalu mirë, duke që një të lumtura që të dyja. Edhe dje pata fatin t'jem aty përballë, tulem në dëgjoj në intervistën që bët para publikut. Është knatësi, Rita, knatësi, nuk di ku do filloj me të drejtën, po unë kam qenë të njës bisedat që nga heret, kush ka qenë Rita më heret në vitet e 80 më herët. Qa ka studiu Rita? Kush ka qenë Rita si një vajzë e re? Tashi, edhe mund ta kem haruar, parë. Nga shekulli kaluar, Në fakt më ka kujtuar Lindur së prapthi, romani që shkroma, dhe atëre fillova të kujtoj gjithë gjërat që kisha bërë. Edhe ishte një lloj rebelizmi, edhe titulli Lindur së prapthi është një lloj rebelizmi, por që kam bashkëbisedu gjatë me Ritën e vogël, kisha kohë që nuk bisedoja, edhe zbulova gjërat çuditshme, mendime të asaj kohe, veprime, rebelizma të fshehura, se në fundit ne kemi jetuar një periudhë të vështirë shumë të komunizmit, të diktaturës. Dhe përveç asaj, ti të duhet të përballesh me institucionin familjar, i cili vetë ishte në atë kupolën, në atë frikën e diktaturës, institucioni arsimor edhe ai shumë i mbyllur, e më pasaj dije politika e gjithçka tjetër, shikonin prindërit që e vuanin, edhe ata që quheshin, që nuk ishin të dënuar apo të internuar, po dhe ata jetonin në frikën e kësaj gjëje. Kështu që jam rritur pa e kuptuar shumë që kjo frikë ekzistonte gjithande, edhe jam rritur pikërisht me këtë rebelizmin tim, me atë dëshirën që për ta parë botën duke ecur me duar, duke parë qiellin, duke parë ato ndërtesat katërkatëshe që dukeshin sikur ishin gradatçele. Dhe me shumë ëndra, me shumë prallat i kam pas shumë që, më kanë ndihmuar shumë. Edhe prallat janë pranishme edhe me një lloj surrealizmi në veprat e mia. Po fotet për vitet e 80-ta, do të thotë atë kohë. Jo, unë jam rritur në vitet 60-70. 70 pastaj ka qenë kohë e adoleshencës, diktatura mori atë shkallën e vet shumë të fortë. Në vitet e 80 kam mbaruar fakultetin dhe fillova punë në shtëpinë botuese të librit shkollor. Dhe këtu ka qenë pika ime e lidhjes pasaj me studiuesit e Kosovës, kur ne në kohën e luftës filluam që të bënim programet për tekstet shkollore, sepse unë jam specialiste didakte e teksteve shkollore, edhe se si takoheshim në një pikë në Strug, ata vinin nga Prishtina, ne vinim nga Tirana, na linin me orë të tëra në kufi. I kujtoj me shumë nostalgji atë kohë, dhe ka qenë dashuria ime e parë në lidhje me Kosovën, dhe dyta ishte pasaj dashuria me Latifin, po ai
kishte lindur në Tetov në fakt, po që ne hapëm shpinë botuese pasaj në Prishtinë, ai kishte mbaruar shkollën në Prishtinë, dhe kështu që ishin dy dashuri shumë të fuqishme për mua, që më lidhnin libri edhe dashuria tjetër. Patëm një ëndër të madhe që shpinë botuese të tonën, të teksteve shkollore, t'i fshinim gjithë kufijt nëpërmjet librit shqip, dhe me njerë, pa e kuptuar as vetë në mënyrën më spontane të mundshme, tham hajde do hapim një shtëpi botuese që do ketë selin në Tiranë, në Tetov edhe në Prishtinë. Dhe u hap në kapërcyllet të shekullit, ishte viti 2000 kur bëm shtëpinë botuese. Kjo shtëpi botuese është marrë me libra shkollor. Po, fillimisht. Po. Kjo ka qenë arsyeja. Dhe sidomos librat e gjuhës edhe të letërsisë shqipe. Dhe sidomos ne kemi qenë shumë të fortë dhe sot e kësaj dite gjithë diaspora punon me botimet tona. Po kjo shumë e bukur është. Po, është shumë. Kjo më gëzon ky fakt e di që edhe kur ishte më herët duke folur në makinë, Sofiana është shumë e angazhuar në shtëpinë botuese tash. Sofiana na flet për u dua ta them shtëpia botuese Albas ka emrin, or publishing house ishte në anglisht. Albas, një emër shumë i bukur. Sofiana na flet të angazhimi jot në shtëpinë botuese. Unë me Albasin kemi një ndërlidhje, madje ndonjëherë e quaj si vëllai i vogël, që pavarësisht shtëpia botuese lakohet femërore, unë jam rritur atë, kam qenë në çdo moment që kur botua Alba, revista e parë, ashtu e nisi dhe mam botimin me revistën Alba për fëmijë 7 deri në 12 vjeç, nëse s'ka bëj, dhe unë kam qenë në kopertinë, madje mbaj mend tek shtëpia botuese e librit shkollor, që e kishim përballë me shtëpinë e nënës së gjyshit, kur më ka bërë fotografinë që më tha shiko lart dhe atë kanë përdorur pjesë kopertinës, pra unë kam qenë gjithmonë si e morosur si Rosafa bashkë me Albasin krah për krah në çdo moment, kështu që është pjesë e imja kudo dhe angazhimi konkretisht pastaj është me të drejtat e botimeve që marrin të drejtat e huaja, me përkthime. Unë kam mbi 40 përkthime të librave për fëmijë nga gjuhët gjermanisht, anglisht, italisht, spanjisht në shqip, dhe më së fundmi me titullin që ishte botimi i parë që kam përkthyer, që është titull për të rritur, metoda më e rrezikshme e John Kerr, i cili është kthyer në film, sigurisht, në Most Dangerous Method. Po. Që atje kalova. Do flasim për këtë, po mua më intereson një pyetje tash për përkthimet. Rita, se do kthehem prapë Sofiana aty. Puna e përkthyesve është koxha një punë për njerëz që sigurisht se nuk është vetëm përkthim, është përkthim edhe përshtatje. Po. Duhet ta njohësh dy gjuhë shumë thellësisht që ti japësh kuptimin se sidomos letërsia, sidomos veprat letrare, çdo vepër ka vështirësinë e vet, po vepra letrare dhe sidomos poezia pastaj është Shqipëria ka koxha përkthyes në të gjuhëve ndryshme. Po edhe në Kosovë është një brezë që sidomos për librat filozofik, teologjik, libra që janë vërtet të vështirë, që më kollaj e gjen në Prishtinë se sa e gjen edhe në Shqipëri, po që tani më pëlqen sepse nuk janë më ato kufijt. Botues nga Kosova bashkëpunojnë me përkthyes nga Shqipëria, ne bashkëpunojmë nga të dy anët e kufirit, me Maqedoninë e Veriut. E leton punën, si me thonë, që nëse është përkthyer dikun, që të mirët ai botimi që është përkthyer, vice versa, që të letohet edhe puna, si me thonë. Po, patjetër. Kështu që jam fshirë në një farë mënyrë këto lloj kufish që kemi pasur më përpara, jam fshirë. Veç politika s'e kupton ende që do të fshirë. Shiko, ke shumë të drejtë, sepse ne themi gjithmonë këtë gjë që njerëzit, arti sidomos, i fshin shumë më përpara se sa politika, qoftë biznes. E di kush e fshin më se ka interes. Kuzhina. Kuzhina, ja, kjo është shumë e bukur. Sepse dëshira për të shijuar është shumë e bukur, për të fshirë kufit, jo vetëm mes shqiptarëve, mes njëri tjetrit, po edhe në gjithë botën. Sidomos mes neve duhet të fshihet.
Sofiana, për punën e përkthimeve, e ke filluar shumë e re këtë punë. Si të bën mundi se është edhe punë teknike, që punë nga dalshme, që du t'i kthesh disa herë fjalis, ta kuptosh, t'i kthesh komplet faqës. Ku e gjenë durimin me bërë këtë punë, Troç Muhamedi, se ndoshta mua më duket e vështirë, po, ha? Aty ku e kam gjetur vetveten tek pjesa e gjuhëve të huaja dhe tek pastaj ndoqja studimi mbas gjuhë letërsisë që ndoqja edhe unë tek filologjiku, Media and Communications Management që kryva në Munich. Në Gjermani. Po. Dhe e kuptova që gjuhët janë diçka të cilën janë një talent personal dhe aty mund edhe unë të lëvroj një pozicion ose një aftësi që cila është e imja kur vjen punat e shpjegatuese dhe të kem komunikimin dhe me shpjegatueset tuaja, cilën ndihmoi shumë në koordinimin e panajireve kur shkojmë në Frankfurt, në Bologna, së fundmi ishim në Londër, edhe është një kënaqësi e vërtet dhe si punë është e vështirë sigurisht, por ka dhe kënaqësi. Përveç se ka një kënaqësi, ti duket vetja siguria autor, siguria ti autor. Futesh shumë thellë. Ndonjëherë je shumë mos e përfshir më shumë se ç'do. Nuk e shkruar ti. Ta krijon një ndjesi tillë që krijon një intimitet, vërtet. Krijon intimitet në të dyja gjuhët, në të cilat zgjedh të përkthesh, por mbi të gjitha që një botim prapë të dalë sa më cilësor, duhet redaksia, duhen profesionistët, duhet redaktori, pasi pa to nuk kuptohet, ka filtra desa gjetë për bëhet një punë në grup vërtet e vyer. Unë mund të them, domethënë nuk është me mburje, me krenari që kemi një nga redaksit më të mira të gjithë shpive botuese në treva shqiptare. Redaktoret kanë mbi 10, domethënë më e pakta është 10 vjet, pjesa tjetër është 20 vjet, eksperiencë pune, që kanë vite që ne ju pëlqen puna, mënyra se si trajtohen dhe ato asnjëra prej tyre nuk është larguar. Dhe të kesh një redaksi kaq të konsoliduar, mendoj që po është meriti juaj janë këtë rast e jotja, Rita, se energjinë ke shumë pozitive. E kam pozitive dhe kam një gjë që dua të besoj. Domethënë se kam idenë që çdo që të kontrollojmë ne. Gjithmonë asnjëherë tjetri s'do e bëj si e do ti punën. Është shumë e vërtetë. Sepse ai nuk ka mundjen tënde. Por e përgjithshmja, unë besoj tek ajo që është diçka që e di që ato do të bëjnë një punë mirë dhe pastaj edhe sikur të bëhet një gabim, gjithë bëjmë gabime, edhe ne që kemi përvoja akoma më të gjata, por më e rëndësishme është që kur ti i jep besimin, ajo e bën punën shumë e qejf. Nëse ti do t'i rish gjithkohën te koka, jo kjo s'bëhet kështu, kjo bëhet kështu. Atëre i ikën edhe qefi i punës. Dhe mu pëlqen dhe këtë, se mu tani kanë fillu i japin dhe redaktimi jashtëm, çdo me thënë redaktimi jashtëm, e jep një material, dikujt dhe i thua, ma redakto, do t'jap kaq para. Por nuk është një lloj si t'jesh redaksi. Ne jemi kthyer në institucion, përveç se një nga kryeredaktorët më të vjetra që ka edhe ajo 40 vjet eksperiencë në punë, ato bisedojnë me njëra tjetrën, sepse gjua ka të fshetat e veta. Dhe këtu s'flitet vetëm për përkthime, tu flitet dhe çdo gjë që bëhet në gjuhën shqipe. Teksti shkollor ka hap debate të tjera. Dhe ne diskutojmë me njëra tjetrën. Kemi kthy tamam në institucion këtë gjë. Dhe kjo më bën akoma më krenare për punën që bëjmë. Pra nuk është e ne qëllimi, unë po botoj disa libra, po gjej një copyright, do më shkoj kaq tirazhi apo aq. Qëllimi im kryesor janë politikat e botimit, duke menduar gjithmonë që libri edukon. Këtë gjë bëjmë që nga fëmijët e vegjël e deri te të rriturit. Gjithmonë libri edukon. Nuk është vetëm unë po bëj libra që janë bestseller edhe po mbaj shpjegatuese, normal që shitja duhet të jetë. Jo, duhet të jetë, por të jetë e balancuar. E balancuar që ti të botosh dhe libra të cilët e kanë lexuesin të kufizuar. Janë të rëndësishme. Ashtu, por ndërkaq që edhe që i vlen dhe bibliotekave. Kështu që aty s'përfitohet nga ato lloj libra. Jo. Fatkeqësisht, sepse s'ka edhe shitje. Ministritë e Kulturës, qoftë Shqipëri, qoftë Kosovë, madje në Kosovë mbështetet më shumë libri, më shumë edhe se në Shqipëri.
Lëni çik për të dëshiruar mbështetja e librit, me të drejtën. Po siamo në politikë, do të më shpall mbretë pas më mirë. Unë librit do t'i jepja zero tax. Libri dhe ushqimi për klasën punëtore nuk ka taks. Dhe shteti do të fitojë edhe në këto dy gjëra, sepse libri është shumë i rëndësishëm për gjithë popullin, është i rëndësishëm për nivelet universitare, është i rëndësishëm për nivelin kulturor, edukativ, intelektual një shteti. Që të ullet kostot, të ullet kostot, çmimi i librit, që të ketë akses shumë njerëz. Shqiptarët duhet të mbështeten, shqiptarët e rinj, këto aktivitetet që bëhen do bëheshin shumë të mira nëse do kishte mbështetje financiare. Hapësira për studiuar, sepse në fund ditës gjua nuk është, pavarësisht gjua shqipe, është e fortë dhe vazhdon qëndroj mballë çdo vitale. Por çështja është se kudo gjua evolon dhe duhet studiuar dhe duhet të ketë hapësira për vazhduar studimin dhe për evolimin, se nuk është puna vetëm të huazosh fjalë të huaja dhe themi prish gjua, jo. Ka një lloj zhvillimi që kryhet. Kështu që do të jenë dhe ato hapësirat, pra mos jemi thjesht fanatik konservator të ruajmë gjuhën shqipe, po, ta ruajmë. Të ruajmë dialektet që i kemi aq bukura, sidomos unë kam pak pikë dobët për gegnishtën se prej babit. Por se mamin e ka nga jugu. Mirë, kombinimi mirë. Janë takuar aty te lumi Shkumbina. Gegnie to skri në Elbasan. Po. Kështu që por kur vjen puna, çdo gjë evolon dhe gjua do të ketë hapësirën që të studiohet. Sofiana ma thuj gëzom. A Shqipja gjuha më e vjetër indo-evropiane? Unë besoj të. Këto mos na fut. Po, unë da hedh verdiktin tim, do them sa. Pse e di që është folur dhe flitet nëpër media sociale, nëpër intervista ndryshme. Pike dobët e debateve. Është pike dobët e debateve, si duket shteti është kështu indiferent ndaj këtyre biseda akademiarëve, në dy anë të kufit është në gjumë kështu me një letargji që s'po çon nga gjumi. Ndoshta unë jam pak që i besoj, sepse dua të besoj, ndoshta që kam nevojë shpirtërore që të ndini ndjesitë krenarise, na morën gjitha, na morën antikitetin, na morën Bizantin, gjitha i morën. Po, si mendon ti, mbas përkthimeve, se kam dëgju disa përkthyese botues shqiptarë që ishin në Gjermani që flasin që gjëra që këta tuaj i thojnë, ose këta që ishin sa 52 universitetet që e dhanë një verdikt se është gjua dikun 6.000 vjetë. Gjatë përkthimit i gjen diçka, se tash kuptohet, nuk janë gjitha fjalë që janë njësoj, po bazamentin. Ka pasuri. Ka shumë pasuri dhe vetërsi e saj duket. Po mbi gjitha, sidomos kur kemi dëshmi, sepse kemi pjesën e arbreshve, kemi pjesën e diasporës, kemi nderit e unzakët që në Pakistan, ushtarët e Aleksandrit. Por ai që do thoj që më ka bërë gjithmonë përshtypje është edhe lidhja që kemi me rumanishtën dhe sa fjalë të vjetra shqipe ekzistojnë në gjuhën rumune. Sepse rumanishtja erdhi nga latinishtja e vjetër. Tash thuhet që në rumanishte ka më shumë gjuhë latine se që ka vetë italishtja. Atje. Tash. Nuk them dot. Se ka domthon me rumanishte domos shqipja. Ku është kjo lidhje? Nga marrëdhënia midis tyre, domethënë, me sa duket sipas historisë, kanë pasur një pikë në cilën takoheshin si kufin para se ndodhet çdo tjetër. Më e rëndësishme për mua është se edhe kjo gara, kush është më i vjetër, kush është më i ri, nuk na bën ne shqiptarëve më të mirë. Nuk na bën më të moderuar, nuk na bën më mendje hapur. Jo. Edhe po unë jam dakord me atë që nuk ka tabu studimet, edhe emrat e mëdhenj të gjuhëtarëve s'kemi pse i shohim si tabu, se gjithmonë do dalin studiues të ri që dyshojnë. Dhe dyshimi për mua është një gjë shumë e rëndësishme. Po më e rëndësishme nga të gjitha është që derisa përkthehet, për shembull, Bajram Karabolli përkthen Don Kishotin, të përkthesh Don Kishotin, atë gjuhën e vjetër dhe të mos ndjesh mungesa në gjuhën shqipe. Për mua është një gjë fantastike. Primož Llaku përkthen Baudelaire. E përkthen dhe në gegnisht. Përkthen vargje të jashtëzakonshme që janë shumë të vështira. Shqipja
ai nuk është ankuar asnjëherë që nuk e gjen fjalën për katse. Pra, gjithë Noli që ka përkthyer, që në atë kohë dhe tani po flasim dhe për përkthysit ose nga greqishtja vjetër Sokolçunga, është një brez i tërë përkthysish që kanë dalë tani dhe që vërtet kanë bërë një punë të shkëlqyer dhe që kur e lexon në shqip, shqipja rjedh. Nuk të duket se është përkthim, se kjo është gjithë ajo. Por nuk i kam dëgjuar asnjëherë që të thonë që dëgjoj se më lodhi shqipja se s'po gjej fjalët. Dhe për mua kjo është më e rëndësishme nga të gjitha. Dhe si bazë në cilën mund të bazohemi, nëse ka një gjë të bukur është që kjo gjuhë ne dhe me letërsinë e cila është përkthyer, letërsia botërore, që kemi studiuar, do të thotë që ne kur shkojmë të studiojmë jashtë, unë kam studiuar vetë jashtë, nuk kam ndier asnjëherë më pak e informuar, më pak e studiuar, më pak e kulturuar se askush tjetër në Europë, sepse në Europë kam studiuar. Prandaj do të thotë që pak me gjuhën mund ndihemi të sigurt që kemi një bazë shumë të fortë dhe për atë ndihemi mirë dhe ndoshta se sa të pyesim a jemi apo jo më të vjetit është që në fund ditës Rita ose mami ka krijuar ka pas një bazë shumë të fortë cilë është tek gjuha shqipe dhe të sjellim sa më shumë materiale të tilla që të pasurohet. Unë do thoja që kisha pas qef që ajo gignishtja babit futet më shumë në ti hapë një qik dera, veç pak më shumë, pas ka jorës. Del gignishtja. Që unë e përdor, edhe unë e përdor, më pëlqen, e përdor në të folur, nuk ka asnjë gjë të keqe me kuptu këtë gjë, është e bukur kur e them. Por dialekti është pasuri, sot nuk të ndalon asnjëri që të flasësh në dialekt, sot nuk të ndalon asnjëri që të studiosh dialektin, sepse ose ti lexosh gjithë autorët siç janë origjinal, sepse paktën kur kam bërë unë shkollën edhe kur bënim më përpara librat shkollor, ne na detyronim të shqipëronim pra në thojza, pra siç është gërnishtja edhe ta kthejmë fishtën, ta kthejmë migjenin se fishta ishte i ndaluar, po ta kthesh migjenin tani në standard. Ishte shumë për të qeshur kjo gjë. Standardi e ngulfati pak. Standardi është gjë institucionale. Dhe që në një farë mënyre është bukur kur e respektojmë gjithë të gjë, pavarësisht nga vretjet që kemi. Por edhe unë jam atë mendimin që mund të pasurohet, mund të ndërhyjet edhe unë do ta respektoj derisa është tani zyrtare. Po unë dua që ajo derë të hapet. Dakor, po unë flas, po unë Rita është e vërtetë që gjithë, mos tham gjithë, një pjesë e madhe e shokët mi nga Kosovë, thënë, po ti pse ndron gjuhën, thënë, pse ndron tekstin. Tash, edhe unë jam me një si më thonë, me një purgator aty, gator shkoj, se po fillova me fol dialekti nga viun, ka mundësi, kuptohemi, po dhe s'kuptohemi. Po në anën tjetër unë dua që gjithë shqiptarët të kuptojnë. Normal që unë nuk do t'ingloj kur as si nga Tirana, as si nga Vlora, jo nga Koqa, sepse as nga Shkodra, se gignishtja jonë është më ndryshe, ka dallim për Shkodrës, si quhen nën dialekte, se si aktor ne i kemë mësuar në fakultet, te profesori me Petrovci, që ne duhet të dinim për punë karakterësh kur të lumemi se nga vjen ky person që të jem sa më origjinal nga zona ku vjen. Tash kur nalesh me mendu Shqipëria Kosovë vjen shumë vogla kur është në hartën globin ku jem, po ka dallime komuna me komunë, bashkia me bashki. Ato janë të folme. Janë të folme që ndryshojnë fshati në fshat. Po pasuri kush po i ndalon ato? Jo, unë them kështu, të hapet dera tek institucioni albanalogjik, të futen gjithë ato fjalë vjetra që mos na humbin. Po nuk janë, shikon në leksik. Ka shumë, nuk është i ndaluar leksiku, përdorimi i fjalëve. Po. Edhe fjalori është duke u pasuruar, as duhet pasuruar, po. Prandaj dalim atë fillim që duhet të lejon hapësirë të studiohet. Futja në gramatik, në drejtshkrim, edhe këtu është edhe debati, se fjalori, se leksikun kush po e ndalon leksikun, as kërkush se u ka ndalu njerëzve që të flasin qoftë në dialekt dhe të kenë atë mund pëlqen për shkakun. Kur dëgjoj shkodrara, ti nuk mund të jesh trembrosh sepse ai atë shqip ti mund se bëj dot kurr.
Jo. Është një lloj si gjuha e huaj. Nëse Nëse s'kam lindur në këtë vend, normal sa do ta mësoj anglishtën, nuk mund ta flas si Ose ato. korçare si e kanë, është e Që i fortë. vogël, po, sepse që i vogël ti e ke marrë atë nga ana fonetike të gjitha mënyra se si e ke shqiptuar. Rita, Pra nga dhe vjen ti- ndërtimi Nga Shqipëria, nga vjen kështu me preardhje me familje? origjinë, babain e kam nga Gjirokastra dhe mamin nga Korça. Jemi dy nga kombinim. jugu. Dy kombinimet më interesante të jugut. Kur i Kombinim Gjirokastra e edhe kam pas Korça. fat se prindërit e mi janë martuar dhe me dashuri dhe kjo ka qenë një gjë shumë e rëndësishme. Në Tiranë. Në Tiranë janë njohur, ha? Ja, se janë njohur. Mami ka qenë Korç, babi ka shkuar atje. Po e kemi shkruar ke libri familjes. Gjithmonë e kam ditë. Edhe ai bënte kontroll, ishte kontrolli. Shkonte në këto zyrat Këtë po që e kishin bëjmë. të ekonomistëve, llogaritarëve. Ai shkon si kontrollues në një nga këto zyrat, shikon mamin, e pëlqen me shikim të parë. Edhe përpara se tikte pasaj, i kishte ngulur cigaren aty, ishte bërë një vrim, po mendon atë kohë të digje të digje një blok llogarie. Edhe i thot, po ta bëj këtë që mos më harosh kur ti ke unë. Pastaj kur shkon prap, çfarë më bëre? I thot mami. E kemi shkruajt se kemi bërë një libër familje. E pastaj u dolën, se kur dile bulevardin e Korçës, kishe ku shkoja, më të martonin, të fejonin, po dile po, gjithë. ha? Kështu që Thau, dolën ha? dhe shëtitje edhe... Je sigur që ka ndodhur Do në Korçë? shëtitja ishte, si më thonë, Bulevardin e Korçës. në bulevardin e Korçës, që po Po do dole të qipin gjithë, po dole qip marove. Marove, Po kështu thonin. O, zotë ma. Kështu ka pas treguar. Kanë qenë kohë të bukura, ka pas pafajsi, ka pas ritëm nga dalë, si më thonë, dashuria s'ka qenë nxituar. Nuk di jetojmë një kohë pa kohë. Po shiko, edhe ndaluar Nuk jam në dakord. ka qenë Po. në atë kohë, sepse njerëzit ishin të friksuar, të frustruar, s'kan qenë të lirë. Po. Në marrëdhënien intime dhe në çdo gjë tjetër mungonte një lloj lirie që është sot. Kështu që Dhe shumë autocensurë, bëse. si Shumë autocensurë. Ka pas. Të ndrydhje patjetër. vetën. Jo Rita- autocensur, ka pas tamam censur, jo autocensur. Rita, unë, basi që po flasin për dashurin, unë falenderoj për librin shumë, është Poema e mungesës, ky është libri që me atë gjarprin mes dy turma, trupave. po, ky gjarpri edhe unë e shoh si është gjarpri i lirë, se i lirët kanë besu shumë të gjarpri. Po, është edhe Jugo. shenjë e mirë. Po, është Shumë e shenjë drejtë. mirë. Nga Po. zona e Vlorës. sidomos. Po, unë duhet lexoj një poezi shumë të mirë që tash më herët më ka lënë bresa, edhe kjo do të filloj kështu. Nuk është një lloj ai që asnjëherë nuk dashuroi, me atë që dashuroi dhe humbi dashurinë. Dhimbjet e humbjes së dashurisë janë male që u bëjnë fushave hije. Dhimbjet e të mos pasurit kur dashuri janë gropa, që deri në fund të jetës nuk mbushen kur. Është një Shumë nga të forta. poezitë që ma pëlqejnë shumë. Të forta, Rita, të forta. Po tash ma thuaj, ka ndonjë nga këto këngëtarët që të ka kërkuar këto poezi po i këngë? Ka ndodhur? Shiko, sot dikur mbi vargjet e poetëve, edhe para viteve 90, po edhe pak më vonë, ishte si thua rutinë që do bëheshin vargjet dhe pasaj muzika, ose e kundërta, bëj një muzikë dhe përshtateshin vargjet, po e poetëve të njohur. Dërsa sot ke më shumë kantautor. Sot ata që bëjnë këngë i këndojnë vetë, i shkruajnë vetë vargjet e tyre, dhe shpesh ato dalin që nuk janë ato që duhet. Do të thënë ka një lloj regresi, por ka edhe këngë shumë të mira pasaj, edhe me tekstin e gjithçka tjetër. Po Tash nuk ka- është më si më përpara. Nuk është, do më ka Mua për shembull dallim. disa nga vargjet e mia i kanë marrë, i kanë bërë këngë, janë disa nga Në tekstet festival, në dikur, për festivale. e kanë munduar dhe më shumë me muzikën kontemporane, por janë aq filozofike dhe të bukura se që shkojnë shumë me muzikën elektronike. Kështu Po, që tashi i kemi së futur më fundmi, shumë në zhanrin
Se Sofiana dhe miku i saj kanë shumë dëshirë që të shoqërojnë me muzikë elektronike. Dhe jo vetëm vargjet, sepse vargjet janë diçka, por edhe me zërin e Ritës, ato tingëllojnë shumë më ndryshe, jep një intonacion aty ku duhet. Mami ka një qëtësi. Hipnotizon mami, edhe shikimin e ka shumë qetë të tonë vële të butë, po. Ke një qëtësi në shikim, ke një konfidencë, një dukesh, a i vetë besim, do më ju i tepruar, vetvetja shumë. E reflekton, jo, unë isha duke të pa dje dhe, si me thonë, të analizoj edhe mënyra se si flisje edhe, do shta ka më defekt profesional si aktor, kështu i futën tjetrit, po më bëri shumë për shtypje kjo qetësia jote, komunikimi më bëll, po shumë vetvetja, shumë do mon era haqme kushjeti e ullur aty, pa tentuar as më shumë as më pak. Si thojmë tamam, ajo që je vetë. Këto gjdo njëri duhet ta jetë ashtu, se s'ka më bukur se t'jesh vëdzetja. Ta gjesh atë balancin kushje, pa e te pruar. Mesi artë, mesi artë, po. Se në njëra ajo vija e mesit gatrohet dhe duket sikur është ajo vija oportune, vija mesatare, ose mesatari ajo. është mesi artë. Mesi artë që kryon ekuilibra. Mesi artë vjen mbas shumë kalime në ekstremitetet, thëmë. Për zotin, për ministrit punëve t'jashme, kush të kish pas? Batës kështu na duon, që tregojmë klasë, tregojmë zgjuarësi, t'jenë njerëz intelektual, se në këto pozita duhet edhe njerëz pak që t'kem pak një zot një lok, t'i kenë se ma shpifën kur tolerancën, se kemi shumë agresivitet. Kemi shumë arrogancë. Ma thuaj edhe hipokrizi. Pse Rita je kështu? Nështë edhe histeriko të fund. Edhe ato kisha thonë, edhe ajo është shtuar. Pse i kem këto, si thua? Qa me nda? Ne jemi njerëz të vrentur, në fakt. Jemi gjithkohon me njerëz me nerva, njerëz të ngrysur. Dhe edhe unë kur dal jashtë, sepse unë kam jetuar gjithmonë në Shqipëri. Edhe sidomos i shikon fytyrat e ngrysura, sidomos në për ashensor. Kur je në ashensor, ti shikon disa fytyrat të ngrysura. Ndërsa, kur vjen këte, për shumë, nuk është problemi se ne rrim në hotel. Edhe në rrugë t'jesh. Kur e shikon tjetër që ti eshe në sy, të busqesh. Të flet ngrohtë, e ka fytyrën të paqët. Nuk e di, e kemi mbase edhe nga mënyra se si na udhëheqin, ne jemi një popull që thonë që kur nuk e ke politikën e mirë, populli bën politikë. Dhe na bën shumë të egër politika. Sepse rimbi kokën tonë gjithkohon politika për çdo gjë që bëjmë. Madje edhe frymë që marrim, dhe ne kemi drejtën tonë themi e kanë fajin politikanët. Pra për çdo gjë, sepse ata marrin nën kontroll mënyra se si sillet, duket sikur marrin nën kontroll dhe ajrin ton. Dhe ne kemi drejtën tonë të themi që sot është po bishi dhe e ke fajin ti. Sepse ata nuk delegojnë. Ata nuk, si folëm ne pak më parë për besimin, ata nuk na besojnë në gjëra. Nuk edhe kur ne i besojmë, ata na bëjnë që na zhgënjejnë. Dhe ky është gjithë problemi. Dhe duke jetuar në këtë lloj ajër të ndotur politik, ku politika është futur në çdo vend tonën, edhe njerëzit ju duket sikur ata i kanë në dorë. Dhe shumë pak njerëz që mendojnë që jo, se fatin e kam unë në dorë. Sepse kur e ke fatin në dorë, je një njeri i lumtur, je një njeri i paqët në fytyrë. Çfarë do të bëjnë ti prapë gjen paqen veten tënde. Është fatkeqësisht e vërtet që thua, më dhem shpirti dhe mua, se e diu kush e Kosovë ka, çdo pore e jetës është politik. Na ndikon në çdo vendim, e të kuptu. Madje kur e traton gruaja dikë, i thuhet e ka fajin kryeministri. Po, jo ai ka faj për gjithçka. Për gjithçka. Ato i ka fajt, ai gjithmonë i ka fajt. Të dy kryeministrat. Ata i kanë fajt për çdo gjë. Edhe po ikën ata, prapë do t'i kenë fajt. Po sepse janë në çdo porë, ata vetë bëjnë veten të tillë.
Ata unë duhet të të arinë këshu, si a i Zotit, dakord. Ne ngrejmë kokën lartë e me o Zot, po ata na kanë dalë këtu, mbi kokë. Dhe kur ngrejmë kokën lartë, si në një kishje përshkruaj unë tek romani Lindu së prapti, dikur ishte një shenjtor. Dhe pastaj tek kisha u shndruan palestër dhe atje ishte figura e Verogjës, e diktatorit. Tash edhe këta në arinë mbi kokë dhe ne ngrejmë kokën se kemi qiellin të pastër të shohim Zotin. Shohim fytyrat e tyre. Na kanë zënë shikimin, shohim as diellin. Unë prapë them, mikpritja që fola mere shqiptare, dashuria jonë që e kemë si popull, nga që jem shumë të frustruar për momentin, edhe pajtohë me këto, që është një trysni e madhe që më ndodhë. Nuk e len shqiptarin të hapë zemën, tjetë ma me mikprit, se ne kemë qenë gjithmonë mikpritsa, kemë dhonë grotësi, kemë dhonë respekt. Me njëri tjetërin e kemi prapë, ne, jo se nuk e kemi. Mendon se është prishur kjo, është rudhur mikpritje? Pak po. Ndoshta e vrej unë kur shkoj, se nuk shkoj që të malë 1 vit, 2 vit, këthejem, edhe shto që janë ky kapitalizmi ekstrem i ka lodhur njerë, se kaluam nga një sistem tjetër edhe nuk po bohëm marë kur me gjithë vetëm, thonë, okej, të vendosim kjo është e mira. Është temë shumë e gjatë, e di po mu më dhem që tradita duhet ruhet, unë këto e kam. Tradita jonë du t'i kthehemi traditës, kthehemi në gjenes, gjithmonë, mos dimi inferior ndaj saj. Po, dhe mos kryem varsin ndaj traditës dhe gjenes. Dhe kanë gataru pak traditat me çfarë do t'jetë që cilën ata e bën dhe familje duke kriju disa rituale, cilat përsëriten me gjeneratat, cilat janë bukra, si që në takohesh me familjen çdo ditë. Pra, traditën e familjes ne besoj se e kemi, se kudo që shkojmë, dhe unë dhe shumë miqë të tjerë që kam që kanë imigruar, e ruajnë atë, e ruajnë shumë pjesën e familjes. Por çfarë nuk na pëlqen janë propagandat ose simbolet që me këtë simbol tani hajde identifikohemi patjetër me qenë shqiptar, ndërkohë që nuk e ndjej ashtu, ndjem shqiptare, ndjem pjesën e gjuhës, ndjem me punën që bëjnë, ndjem me familjen që takoj, ndjem me ushqimin, në Gjermania ka gjitha, po detin nuk e ka, kështu që, domethënë ato janë simbolet që mbitin mua me vend. Kjo është e bukur, gjitha e ka, po detin se ka. Kështu që kurse kur siç takohemi këtu, jemi në Toronto dhe është komuniteti të gjitha dhe pa u lodhur shumë, ndihet lidhja. Sofiana, ka mundësi në i blonjet dhe ta këtë thotë këta? Jo, ka shumë. Po s'kam vëzë, sepse unë 3 muajt e verës kalojnë në Vlorë. Sa aq shumë nga trova unë, sa pyeti një nga Mikesha që zuma atje në panajirin e librit, që ku e keni hotelin, edhe unë i thash me fytyrë nga deti. Ajo tha, po këtu tha kemi vetëm ujë tëmbër, më fali thashu se gjithmonë neve vetëm det shohim, vetëm det, kudo që shkojmë e duam hotelin me fytyrë nga deti. Shqipëria bukur. Rita, dua di më shumë për shtëpi botuese Albas. Bashkëpunimet që i bëni me Mazhdini e Veriut, shqiptarët atje edhe me shqiptarët në Kosovë. Si këto librat shkollor i ma në fund aja betari o bo, mori shumë kohë, Rita, mu nivelizu ato. Si e spjegon këtë për abetaren? Pse mori ka shumë kohë? Që tjetë ma në fund një abetare një gjithani? E di si është puna në lidhje me abetaren dhe çdo gjë tjetër. Unë njerë kam një mendim komplet ndryshe, që shumë vetave mund mos ju pëlqej, tek se tash janë alternative. Ne trajtojmë abetare sikur jemi në kohë rilindjes, sikur na janë dyndur barbarë dhe nuk na lejnë të bëjmë abetare. Dhe me të vërtet kështu e shikoj. Dhe ngrihen të mdhenjtë e kombit dhe thonë kemi bërë abetare dhe që na rritjen më të madhe. Kur abocën, fëmijët tani mësojnë që 2-3 vjeç. Pra, te juve, edhe këtu, ai e mëson, edhe s'merret njëri kur shkon fëmia në 6 vjeç që fillon dhe lexon pasaj,
nuk i jep njeri rëndësi shi qa kemi bërë ne. Ne duam patjetër të japim rëndësi. Sot ka libra alternative, kushdo mund të bëj një libër ABC, prandaj thash, nuk jemi në rilindje. Neve tash duam të promovojmë edhe një tunel të vogël, kur bota, paktën në Kroaci kam pas shku shumë, kemi shku me makinë, me partnerin tim, ishin ai shumë tunele që ti kalon. Sa bëjmë në njëri që sharak. Knaqesh vetëm me një curi luji dhe thua është ujvar, kur vetëm në një vend tjetër shkosh mund të kenë 30, jo. Lëre Niagarën. Vendet aty rreth e Qarklesh. Prap të përmend Kroacinë kanë ujvara pafund. Po ne i tregojmë gjërat, kjo është i çik për të ardhur keq. Me një krenarisë ku çfarë kemi që të luftosh edhe që të krijosh destinacion turistik, është gjë shumë e bukur. Po ne krenohemi me një curi luji. Kjo për mua është çik që sharak. Këtu futet edhe abetarja. Unë kështu e quaj. Abetarja mbarë këmbëtare e... Po për çfarë? Solidifikuar. Pse s'do din me çfarë do lloj të mësojnë nxënësit tanë. Çka ka këtu ndonjë gjë për të mburu? Me çdo gjë. Edhe ne kemi bërë abetare, ka dhe shtëpi tjera botuese që bëjnë abetare, ABC-n që punojnë nxënësit, në diasporë ka librat e vet. Do me thënë, nuk e quaj diçka, se thash, nuk na e ndalon dikush, që ne shikon që po bëjmë ne se na e ndaloj dikush. E di po pse... Sepse unifikimi, më falë, unifikimi i kurikulës, unifikimi i programit është tjetër, realizimi i diçkaje është tjetër. Po ne gjithmonë i kemi pasur të përbashkëta librat. Ne i bëm atëre tash, në kohë të luftës. Unë kam punuar në librin shkollor. Janë bërë gjitha ato tekste dhe kurikula të unifikuara. Jo se ka munguar. Të unifikuar. Paka shumë programet po nuk mund të jetë këtu vetëm një libër ka. A ka alternativa këtu? As mund ta imagjinosh dot, mos kesh gjitha ato alternativa. Pse Shqipëria duhet të ketë vetëm një gjë? Italia ka alternativa. Jo, unë nuk jam kundër alternativa me të drejtën dhe kurikulave ekstra, po nga që ne kemi nevojë, ndoshta unë jam pak nostalgjik edhe ndrimtar, idealist, po neve na duhet sa unifikime Shqipëri e Kosovë, vazhdimisht si shqiptar që nga që jetuam 100 vjet jashtë. Kurikulat. Po, kurikulat. Të jenë. Teksti është tjetër. Po, teksti është tjetër. Kurikulat duhen. Në fakt ka bashkëpunime, dhe kohët e fundit ka mundësi të bashkëpunohet me thella, po është. Po, bashkëpunohet, edhe për programet, bashkëpunohet, ka shumë, domethënë, që merret eksperiencë nga Kosova, nga Ministria e Arsimit Kosovë dhe Shqipëri. Ai çunin Lord, mëson na çunin Mitrovic, si po një lloj është ajo se alfabeti i jo vetëm ajo poshtë, për shembull historie. Ka diçka që disa fjalë për shembull edhe ne kemi bërë abetare mbarkombëtare, ku grupet e punës dhe gjithmonë thoni, po ju i thoni Kolovajzës, asaj lisharsës. Ne nuk i themi kështu, kemi një emër tjetër, plakut të dëborës, keni, se si e quani ju, po, Babadimri. Që shumë e bukur, fakt, janë disa fjalë të cilat ne i themi ndryshe, ata i thonim ndryshe. E nisëm me vajza ose çika, kështu që shumë e bukur. Ajo s'ka gjë se ajo janë ato sinonime. Janë shumë të bukura, që vijnë nga dialektet. Ndryshimet e dialekteve. Dhe unifikimi të varfëron në një mënyrë sepse të bën të zgjedhësh vetëm një mënyrë. Jo, unë them që të futen gjitha, sidomos për gjuhë, të prezervohet më shumë, të jepet mundësi edhe fjalë. Ne punojmë edhe me grupet përbashkëta autorësh. Tani ka kohë që janë futur dhe bashkëpunimet me grupet përbashkëta. Kjo ka qenë gjithmonë shumë pozitive, sepse kemi bërë edhe një bashkëpunim shumë të madh dhe midis Kosovës dhe me Maqedoninë e Veriut, kështu që sa vjen dhe bëhet më mirë aty ku u jepet mundësi profesionistëve bëjnë punën e tyre dhe të punojnë
dhe ti heqin dorë nga, sepse niset mirë e bukur, niset në mënyrë profesionale dhe pastaj në futet politika. Sepse na bërë se ai Gogoli është brava. Se ai Gogoli të dollapi natë në futet. Kosovë i thojmë është një fash shefi dikon. Shefi, o shefa o lodha, e gjithë është mas perde, dhe është mas një dera, kur nuk e dinë, vizonin janë dëgjën. Ka e shefi me në lora, hatë ma mirë dhe ishte, që të punojnë njërës profesionistë. Ja ku janë lekët, ja ku është buxheti, punoni, bëni se është për të mirën në gjithë. Po, e vërtet. Nuk e di ku. Rita, i ke pozitë shumë të forta. Si gjithë manitën me poetët, si vjen ajo e shkruat dhe nga këtu në dorë atje në lapsë dhe në letë. Se unë si aktor e lexoj, e përjetoj, e ndjej, e interpretoj gjitha. Po me shkuj se shkuj do. Ta shtë cilë e bët vetën. Po më anitëm se si autori arrin të shkuj diçka, ka të bukur. Nga vjen a inspirim, si është ai proces? S'paku për ty. Shiko, vjen si imazh. Se poezia në fakt është imazh. Imazh estetik. Ti përpiqesh, pak të mua shumë vjen kokë, si imazh. Dhe madje më thonë që poezia jote ka shumë imazhe, shumë figurative, dhe shpesh mbi vargjet e mia është bërë balet, ajo që tham muzika, do me thonë e ka këtë pjesën që edhe unë vetë dikur kam pikturuar dhe që i kam shoqëruar vetë me ilustrime poezin time. Pra vjen si një imazh, sikur po shoh një pikturë, si një ndjeshmëri dhe gjitha ato përkthehen pastaj në fjalë. Fjala duhet të jetë koncize patjetër, që të jetë unë për veten time mundohem që të mos them fjalë të tepërta. Dhe kjo ndihmon shumë edhe kur shkruaj prozën, siç bëra romanin, nuk i duroj dot fjalët e tepërta. Kjo më ka bërë shumë koncize. Edhe profesioni se specialiste didakte, po njerëzit shpesh më thonë që ti nuk thua gjëra të tepërta. Ose të pyesin për diçka, thua vetëm për atë gjë. Po Rita, paske se më afinitetit për skenarist e filmit, se skenarist i filmit nuk thot gjëra tepërta. Po. Ka filluar dhe mos të dëgjoj shumë nëse i bie shumë që. Por shiko ku ndryshon pasaj, sepse te poezia ka një gjë që ndryshon, sepse skenari lihet i thjeshtuar, sepse mbushet me gjëra tjera. Ndërsa poezia e ka të gjitha. Pra, 3 vargje aty, ne lexuam malin, që bën fushave hije, dhe lexuam dhe për gropat. Tani, ajo krijon me njëra të imazh, krijon një pamje, mund të jetë dhe surreale, si po kuptimi është shumë universal. Male, hije, gropat mëdhaja, duket sikur je në një kozmos tjetër. Pse e kuptoj, është pyetja, pse e kuptoj unë, pse e kupton ti? Kjo është pyetja. Më merr interesant sepse edhe dje ku i lexove 2-3 poezi, taman se si aktor, po nisem nga vetja, unë nuk e dua tekstin shumë, të ketë shumë tekst, mu më ngul fat. Kamera nuk e duron, këtë kam mësuar këtu, nga kurse ndryshme që në televizion edhe flitet, seriale televizive. Ka mundësi që flitet shumë. Po në film flitet më pak. Është më nga dalë shko filmi. Edhe kur thuhet një fjalë, ose kur një fjali, ose kur ka një dialekt, duhet të jetë presajs. I përpik që të tregon diçka dhe thonë të fol për problemin. Edhe po të prua mu më ngarkon personalisht. U i thom easy read, leximi lehtë. Kur ka autori lexim lehtë, mu knaq. Ka ardhe një pikë dobët që pse thonë njëherë që edhe vetë shkriptarët i lexojnë mirë, i lexojnë veprat e veta, sepse e ka shkruar, e ka, si me thënë, këtu brenda, mund mos e ketë zërin të mirë, po e ka shkruar diçka e vetja që është personale. Më pëlqeve shumë mënyrën se si e lexove, sepse unë tani dhe në çdo aktivitet edhe mbrëmje poetike që bëj, i kam anashkaluar aktorët profesionistë, sepse deklamojnë shumë. Mund të jenë mësuar, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, me këtë pjesën e deklamacionit,
edhe për shkak sepse poezia ka qenë të ne shumë me temën nacionale, poezi bërtitse, tematika dheut, dhe shumë pak poezi e moderuar, individuale, personale, e cila ka nevojë të lexohet. Profesor Enver Petrosi, pra po kthehemi që e ke njohur, mua më ka dhënë përveç klasë të aktrimit, ke marrë edhe diksion. Ne i kemi pasur ato bisedat politike, bisedat komemorative, solene, festive, kemi bërë analizën e tekstit. Se si ku i bje theksi, se si ku miret fryma, ku ndale domon. Edhe ai na ka mësuar që poezia nuk bën ndryshe pos të lexohet, të thuhet. Lexohet. Nuk i don patetizmin, nuk e duron dot. Ti mundesh ta interpretosh këtë rast si aktori Çulajçi apo Mirushka Bashi që kanë bërë diçka. Ajo varet. Po ajo kalon me një monolog, me diçka tjetër. Është monolog që e do interpretimin, do patjetër. Po poezia na thoshte sa më thjesht, vetëm theksoj fjalët së shumë rëndësi, mund me ndëgju shka po fletë, se ti nëse s'të kupto tjetëri po të iku 2 fjalë dhe nuk e bëre tjetrin ta dëgjosh, ai se kupton, nuk i shkon deri në fund kuptimit poezisë. Duhet qetësi, duhet ta lexojmë edhe vetëm të lexohet thjesht. Nuk e duron atë këndimin, ato një lloj patetizmi që i mësojnë fëmijët shumë keq. Fëmijët i mësojnë keq sepse nuk e din, mo e bukur, amore, ba. Ose për shembull ku i dëgjoj disa këtu. Na ishte një herë. Shko, tani sepse zëri i bukur është gjë tjetër, se ka shumë funksion estetik shumë bukur. Po duhet mos me keq përdor. Duhet vetëm me lexu thjesht sepse është vetëm poezi. Është fjalën duhet ta kuptoj tjetër. Mendoj se arti vërtet ka respekt për gjitha llojet e komunikimeve, sepse siç ka poezia pak fjalë ose intonacion ose pikën ku e vendos, është edhe më pas çfarë shikon, çfarë të sjell, dhe të lë hapësirën të dëgjosh edhe imazhin që të vjen në kokë, apo drejtërimën që t'jep në trum, dhe sidomos sa më shumë vjen koha, unë shikoj shumë të rëndësishme pjesën e përkthimit, dhe me vërtet çfarë me artisti si eksperiencë, çfarë përgjigje merr nga trupi, nga eksperienca personale, duke lexuar një komunikim tjetër dhe ai body language ose psiqika me trupin që e bën reale, që e bën eksperiencë reale dhe poezinë e bën reale. Nëse unë dëgjoj, jo vetëm unë, është shumë lexues, dëgjojnë thjesht disa fjalë të cilët supozohet të jenë metaforike, simbolike për funksionin estetik, ku di unë një kombinim fjalësh që thua sa artistik, po ama më bën të mendoj çfarë ka dashur të thotë, pra nuk ma lidh me asgjë konkrete, eksperiencë konkrete, për mua e ka humbur, nuk është poezi. Sepse dhe krahasimi dhe metafora duhet ketë një qëllim. Për shembull, defekti më i madh të poezisë është që e nis fjalë ndryshe, abstraksioni, domethënë art. Ke krahasime, metafora që s'kan lidhje me pjesën e parë, edhe fundi, domethënë ato qëndrojnë më vete, mund të qëndrojnë shumë bukur më vete, po nuk është një unitet, nuk krijon imunitet. Mua më vjen mirë se gjithmonë më ka pas thënë që te ty vargu i fundit mban peshën kryesore, dhe vërtet, në përgjithësi edhe në librin e parë që kam botuar, gjithmonë kam dashur që të godas me vargun e fundit. Me vargun e fundit. Dhe edhe leximi një poezie të tillë, ku ti pasaj theksin e vë te vargu i fundit, ajo krijon pasaj atë lidhjen. Dhe më pëlqen që në mbrëmjet poetike që bëjmë, dhe tani po bëhen goxha mbrëmje poetike, edukohet veshim. Ne shqiptarët nuk kemi qenë shumë të edukuar me të dëgjuarin, sidomos edhe të poezisë që e do vëmendjen, do heshtjen. Ne shkojmë në takime për këtë gjë dhe nuk dëgjojmë, nuk kemi durimin. Shumë problem. Po. Dhe ne kemi veshin e lodhur, dhe nga ana tjetër e kemi veshin e pasuritur, dhe është një paradoks shumë interesant. Jo, poezia definitivisht e do qetësinë edhe do si më thon tipet hapësirë dhe respekti, po e do dhe leximi të jetë i drejtë. Që ta kuptojnë edhe tjerë se unë po them. Po me do të lexosh vargjet për shembull të Martin Camajt. Në qoftë se ti
nuk do t'i japësh, ti zëre se po atë leximin, ti zëre se po interpreton që si ta kuptojnë camën. Dhe kjo për mua është vështirësia më e madhe, se ka poezi që janë më drejt për drejta. Dhe që në vargun e parë, po t'jetë e drejt për drejt, për shumë kam një poezi e dashur e babait, na zbukuroi jetën. Do ky varg, çfarë do të thënë kjo? Ka mundësi që e dashur e babait na zbukuroi në jetën, s'ka mundësi prita dëgjojmë se çfarë thot poezia më vonë. Dërsa kur ti fillon me një poezi tjetër që fillon me një metaforë, atëherë të duhet ty si lexues ose si interpretues ta mbash peshën e të mos kuptuarit, peshën e abstraksionit, edhe që ta bësh atë që ta futësh në mendime. Pra janë të dyja të ndryshme. Të lloj lexime. Unë do e marr thash më herët për shokun tim Shkelqimin, aktor. Ka mbi 300 poezi si ka botuar kurr. Edhe i një gjithë poetët shqiptar. I një poezit. Simon, kur kam nevojë të edukohem, më nuk e njoh shumë poezin, po shkoj tek ai. Më përmend Ali Aslan. Poezitë e këtij, këta të modern që janë më modern. I një pak a shumë, ka përmendur ty, më kujtohet, po. Edhe e din ku që është tek se cili lexohet e kapët më mirë, thotë cili e ka energjinë e tij. Edhe është kënaqësi kur e ndëgjoj si i lexon ai. Se unë mësoj edhe nga kolegët e mi. Edhe unë i kam treguar që do e shtyt, ka po të fala. Po, të ka përshëndet. Edhe ka shumë respekt për ty. Edhe ai për çdo poezi ku kam nevojë, them Shkelqi ma thuaj. Mi tregon e thot, s'ka problem, bab thot ti gjeuni, i don këtë kush është një nga se kap thelbin apo jo. Po i kap thelbin se edhe mënyra si shkruan ai. Po i them se si boton thot jo, thot unë jam aktor. I bë për vete. Po pëlqen modestia. E modestinë ka. Po i ka të bukura po. Po drojtja është veti e njerëzve të mençur. Po. As diskuton. Bravo. Do të thonë unë çdo libër që botoj, unë jam të merrtem. Do të thonë jo se nuk kam besim në veten time, po ndrojtja kur ti në momentin që e publikon, kam dëgjuar dhe një këngëtare të madhe që thot, unë sa herë dal në skenë sikur dal për herë të parë. Edhe mendoti ajo është gjigante dhe thot unë duket sikur dal gjithmonë për herë të parë. Është ndrojtja e njerëzve të mençur. Që thot nuk e shoh dot veten time, nuk e dëgjoj dot zërin tim, nuk e shoh dot veten time në film, ndërkohë që një aktor duhet të shikojë si performon dhe prapë. Po, ka shumë njerëz, ndërsa ata që kanë më pak mend, ata s'kan ndrojtje fare, se mendojnë se ne edhe nuk e di si kemi në Shqip, po diskutoni me miqtë e mi, fjalën me qenë modest edhe me qenë në anglisht është humble. I ndrojtur ndoshta është fjala që po ndroje prapë është si tërheqje, po dhe më pëlqej shumë se po diskutoni se si çfarë humble është diçka, ose ndrojtja është spozoj të diçka e brëndshme që e ruan prapë veten sado i madh tjetër. Nuk është i përkulur. Jo, s'është i përkulur. Jo, po shumë aty afër, po nuk ka fjalë shife që sado i madh tjetër, kushdo që ti jesh, të dish ti jesh me komtot, që prapë je njeri, por ndoshta modestia. Pa tangërlik. Po, pa tangërlik. Pa tangërlik, po ndoshta modestia më ka pëlqyer autore Maya Angelou që thotë mos i modest. Modestia të prish shumë punë, sidomos sa më inteligjent jesh ose sa më mendueshëm, aq më shumë të prish punë modestia, sepse modestia është e jashtme, i tregon dikujt tjetër që mund të por ul ty, e merr si për ulse. Ndërsa kjo pjesa e të qenit humble është më shumë e brendshme që ti nuk e vendos veten mbi Zotin, mbi diçka, sado i madh bësh, sado i aftë bësh, prapë ruan një lloj pikpyetje tek vetja që prit, se ndoshta është ajo ndjesia e ndrojtjes, sikur të vjen turp, sikur njerëzit janë duke të dhënë ty. Më ndodh edhe mua shpesh, për shkak kur më thon ta adhuroj, them unë edhe unë të dua shumë, edhe unë vetëm pse më thua ta adhuroj edhe unë ty, sepse është një marrëdhënie ndërsjell. Është marrëdhënie ndërsjell, po, është shumë e bukur. Është marrëdhënie e bukur dhe pse çuditemi ndonjëherë ne themi, sa i madh, ai është shumë i madh
dhe sa modest që është, sa i thjesht është. Pse e themi? Se ne në kokën tonë krijohet mendimi që sa më i madh tjetër njeri, aq më arrogant duhet të jetë. I paprekur. Mirë, po edhe shembull jeta ka treguar që jeta ka treguar që njerëzit e mëdhenj nuk kanë nevojë fare të kenë kompleksin për të treguar që jam i madh. Është një aktor i cili flet thotë çka na duhet poezia? Pse poezia të ekzistojë? Se është një si shtamë herët, është në tek festivali i librit që është një format që nuk lexohet shumë edhe nuk kuptohet mirë. Thoshte që në momentet vështira të jetës tonë, kur kemi një thyrje të madhe shpirtërore, kemi një mërzi, apo kemi një nostalgji, apo bëjmë dashuri, mundohemi të bëjmë sens se çka ndodh me ne. Aty të ke vjen poezia. Aty vjen poezia. Aty hin të ke edhe për ato shumë e rëndësishme, se çdo njeri me një moment caktuar të jetës do ballafaqohet me diçka të tillë. Dhe si ka mundësi që njeriu bën dashuri dhe bën poezi të mrekullueshme dashuri? Pse bën poezi? Shumica e njerëzve, dhe sidomos kur janë mosha të vogla. Çfarë të duhet ty që merr atë lapsin edhe bën një poezi dhe mesi pret ja çosh njeriu që dashuron. Sidomos njeriu kur s'të don brava ka më shumë. Ka më shumë. Edhe dhimbje aty pastaj bëhet akoma më bukur se bëj komplekse. O zot, se bëhet shumë e thellë pastaj. O zot, ti kalon aty s'më shikon. Fryma mu më ndalet, sa më shumë apikollon. Në fakt, edhe zhgënjimi të bën të shkruash, edhe zhgënjimi. Do të është një adrenalin. Unë jam martuar me kohë dhe nuk e kam harruar djesi si është ndalet fryma dhe ato po. Dhe është prapë poezi. E ka Safo poezit mrekullueshme, mendo që në ato kohëra që më dridhet trupi, domethënë ajo nuk e qenë vetëm më dridhet shpirti, po edhe trupi, gjymtyrët, gjunjët që e përshkruan për që në atë kohë ajo na tregon që dashuria nuk është vetëm shpirtërore, por është edhe fizike, shumë e lidhur, janë shumë të lidhura me njëra tjetrën. Më kënaqet shumë, u kënaqa shumë, na nderuat me ardhjen tuaj në odën tonë. Unë do e falenderoj publikisht Rudin Daklin dhe Aci Doan dhe gjithë grupin antarët e bordit tyre që bën një panel libri shumë breslionës, kisha më thonë, ose me të bombën di krenar që midis Torontës mund gjesh libra, takosh autor dhe që rastisi që ju të vinin e ja takomi ne, ishte tepër kënaqësi, ju falenderoj nga zemra, është nder për mua t'ju kem këtu edhe për një bisedë sa do pak të vogël shkurt, po unë i uroj mas pari Sofianës sukses në përkthimet që bën, që e ka marrë që ka dane, nuk do t'i ndalet. Albas shtëpia botuese Albas do vazhdoj. Ne kishim së fundmi dhe 25 vjetorin. Edhe 25 vjetorin e shtëpisë, kështu urime edhe për 25 vjetorin, edhe besoj të bëhen në 250 vjet, edhe shumë ambas neve që të vazhdoj. Unë u kënaqja Rita me ju, të falenderoj shumë edhe për librin që ma dha. Poema e mungesës, Rita Petro me këtë gjarpin një lirë këtu edhe ka poezi shumë bukur. Respekt edhe shumë dashni, faleminderit shumë. Faleminderit shumë, na dhe shumë kënaqësi. Happy Mother's Day. Po, urime dita nënës në Kanada, është po. Bërë një dhuratë shumë madhe që t'jem pjesë, kisha edhe unë karike në podcast, që ta shirë unë me. No, është kënaqësi që edhe që dyja së bashku, sepse e bëm më interesant besoj. Edhe unë të dëshiroj që edhe këto ditë të fundit që do rrish të kënaqesh. Shpresoj shumë që do kënaqesh. Jo, besoj, jo shpresoj. Po mirë, bukur që beson. Edhe do takomi në Tiranë. Buzdetit, Buzdetit. Shëtitje Buzdetit. Do takomi në Tiranë, shpresoj. Shumë kënaqësi. Respekt, Rita, faleminderit. Sofiana, faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit Bac. Bac, faleminderit Bac. Besmir, faleminderit shumë.